Përzini krip dhe vaj dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Ekziston një përzierje e thjeshtë e cila ndihmon në lehtësimin e të gjitha dhimbjeve të osteoporozës dhe pas përdorimit të saj, ju nuk do të ndjeni dhimbje për disa vjet. Për përgatitjen e kësaj recete, juve ju duhet një përzierje me vaj perimesh të parafinuar dhe krip që të masazhoni pjesën e qafës dhe shpatullave. Përbërësit e kësaj recete janë 10 lugë krip dhe 20 lugë vaj. Në fillim përzini vajin dhe kripën dhe vendoseni në një shishe qelçi dhe aty lëreni atë për disa ditë. Përbërjen çdo mëngjes masazhoni qafën dhe shtyllën kurrizore për rreth 2 deri në 3 minuta. Pas përfundimit fshiheni qafën dhe shpatullat me peshqir të lagur dhe të ngrohtë. Çdo ditë rrisni kohën e masazhit për 2 deri në 3 minuta. Këtë masazh duhet ta aplikoni për 10 ditë, pas 8 apo 10 procedurash ju do të vini re ndryshimet.